Gjykata dhe Prokuroria e Tiranës rrëzojnë pa dim për shpifje që biznesmeni Nadir Çavusholli kishte bërë kundër BoçNews.al, duke i thyer hundën njeriu që kishte dështuar për mashtrime me ilaçe. Brenda një viti, Çavusholli u drejtua gjykatës së kryeqytetit për një badi penale për shpifje kundër redaksisë, në të cilën kërkonte fshirjen e disa raportimeve dhe dëshpërblim në shumën 3 milion lekë të reja për prishjen e imazhit. Gjyqtari Dritan Llahuna i vendosi paraditën e kësaj të hëne që të shpallte pafajësinë për redaksin. Një kërkesë të tillë bëri më herët dhe prokuroria e seancës Alketa Zdifla. Në këtë mënyrë gjykata dhe prokuroria konfirmuan vërtetësinë e materialeve të botuara në BoçNews.al. Një vendim që provoi se kërkesa e Çavushollit ishte një rast tipik i tentativës për mbylljen e gojës së medias nëpërmjet padive në SLAP. BoçNews.al ka raportuar në mënyrë periodike mbi tregun e rrëmueshëm e po ashtu të dyshim të shitjes dhe shpërndarjes së medikamenteve mjekësore. Nadir Çavusholli është një ndër personazhet tipik të tregut të çrregullt. Në maj të vitit 2025, Çavusholli u dënua me vendim të formës së prerë të apelit me 1 vit burg për veprën penale të manipulimit të tregut. Megjithatë, ai shpëtoi nga burgosja pasi trupa gjyqësore ja konvertoi dënimin në shërbim prove. Më herët në 31 tetor 2015, Nadir Çavusholli arrestua pasi nga hetimet e prokurorisë së Tiranës dhe drejtorisë së tatimeve, rezultoi se nëpërmjet kompanisë së tij Omega Farm, sot CFO Pharma, kishte përfituar me anë të falsifikimit të dokumenteve dhe mashtrimit me pasoje të rënda rreth 2.2 milion euro nga fondi i ilaçeve të rimbursueshme. Ai arriti të shpëtojë nga ky hetim me një vendim të gjykatës së apelit, e cila e shpalli të pafajshëm një vit më vonë. Megjithatë, dyshime për fshirjen e Çavushollit në mashtrime me ilaçet nuk kushuan. Vetëm pak ditë më parë, në 2 tetor 2025, Prokuroria e Tiranës ushtroi një kontroll në ambientet e CFO Pharma në kuadër të një hetimi për një skemë mashtrimi me ilaçe. Në mars të vitit 2025, zyrat e CFO Pharma u bën subjekte një sulmi me armë, ku kanë kaluar më shumë se 6 muaj, por ende nuk janë zbuluar autorët, por edhe motivet e kësaj goditje, që ngjajnë shumë si një paralajmërim për pronarin Çavusholli. Pra të gjitha raportimet e BoçNews.al kanë qenë të shoqëruara me fakte dhe dokumenta. Megjithatë, Nadir Çavusholli tentoi që të pastronte fytyrën e tij, duke mbajtur të hershtur zëri mediatik nëpërmjet padisë penale për shpifje. Përgjigje më të mirë mori nga gjykata dhe prokuroria, të cilët konfirmuan saktësisht artikujt e redaksisë dhe shpalljen e BoçNews.al të pafajshëm.